38 vjeçari nga Miloti Simon Gjoka, i cili u arrestua në shkurt të 2025 për vjedhje dhe marrëdhënie seksuale me të mitur, u dënua me 12 vite burgim nga gjykata e Lezhës. Gjoka u arrestua pasi kishte vjedhur disa bagti në fshatin Gajush, por gjatë ekspertimit të celularit të tij, policia konstatoi komunikime komprometuese me një vajzë 13 vjeçare, gjë që më pas çoi në zgjerimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzës së dytë. 38 vjeçari Simon Gjoka akuzohet për vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur, ndërsa përpara togave të zeza i ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij. Në dëshminë e saj, dhënë në prani të nënës dhe psikologut, vajza 13 vjeçare ka pranuar se prej kohësh kishte lidhje me 38 vjeçarin dhe se gjithçka sipas të miturës kishte ndodhur me dëshirë. Megjithatë, një e mitur nuk mund të japë pëlqim të vlefshëm për marrëdhëniet seksuale, ndaj veprimet e të rriturit përbëjnë vepër penale pavarësisht deklarimeve të saj. Gjithashtu e mitura ka pohuar përpara hetuesve se 38 vjeçari e kishte prezantuar edhe me persona të tjerë, çka ngriti dyshime për shfrytëzim prostitucioni. Gjatë ekspertimit të celularit të vajzës, grupi hetimor gjeti foto intime të dërguara nga 38 vjeçari, i cili kishte lidhje miqësore me nënën e saj, që shiste qërinj pranë kishës së Shnanout në Laç.